Edhe njerëzit më të mirë, muslimanët e devotshëm, i kanë pas frikë një gjëje të tillë. Si do të jetë fundi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Innamal a'malu bil khawatim", veprat shpërblehen sipas përfundimit. Veprat janë jo sipas fillimit, sipas fundit. Si ka qenë fillimi? Fillimi ka qenë i mirë. Si ka qenë fundi? E veprat shpërblehen sipas përfundimit. Po a nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innamal a'malu binniyat", veprat shpërblehen sipas qëllimit, a sipas qëllimit, a sipas përfundimit. Këto dyja janë bashk. Qëllimi është në fillim, përfundimi është në fund. Përfundimi i mirë nga qëllimi i mirë. Përfundimi i keq nga qëllimi i keq. Nuk ndodh përfundimi i keq, përveç se atje në fillim, fillimi ka qenë i keq.